Këtë lidhje të drejtë për drejtë, pikërisht mbi përdorimin e këtij aplikacioni nga qytetarët e Kosovës, gjatë ditës së djeshme ka qenë pikërisht e Dona, e cila ka marrë mendimet e qytetarëve të Kosovës dhe pa humbur kohë po i ndjekim së bashku. A keni po aplikacionin Waze? Jo, s'kem po. Qaj aplikacion ju ofron njerëzve me po në trafik kur janë se ku ka kolon, ku ka radar të policisë, çka po mendoni? Po ku ka kolon është mirë, po ku ka radar s'është mirë. Pse s'është mirë? Pse me ditë ku ka radar? Sepse qytetarët atëherë uhen vetëm çat pjesë, dhe tjetër ka jashkel ku me ditë sa shpejt. A menoni që ky aplikacion ka me minimizu ndoshta aksidentet ose dënimet? Nuk besoj. Nuk besoj, aplikacioni nuk e minimizon. Përkundërzi, i nimon veç me pa ku radare, si të ka radarin me vozit apet. Veç me ikë dënime, kur gjë më shumë, jo vetisim. Do të thotë, ju po mendoni që s'ka me ndiku kështu pozitivisht në trafik? Jo, ndikon pozitivisht me ikë kolona. Po kolonat mund është edhe me programe tjera me hini po ku ka blokada në rrugë, nuk është veç kë. Nuk po ju duket si zgjidhje e mirë, kështu se preferoni ju me përdor? Jo, do të punë shumë, do të vetisim shumë i qytetarëve për me pas një rregull në trafik. Do të punë e madhe duke fillu prej shtetit, prej institucione përkatëse. Kur gjë sa një mirë. A jetu e përdor? Jo. E pse s'po përdor? Shumë ka rasti. A menon që ka me ndiku pozitivisht në trafik aplikacioni Waze? Nashta po. A menon që qytetarët kanë me konë matë kujdesshëm kështu kur të shohin ku ka radar? Po qësqysh, që të kujdesshëm. A menon që duhet me konë gjithë kujdesshëm, jo veç kur është radarja? Po tash ka njerë me konë për gut, që e të pështën. A po, a? Ma mirë. A për preferon ti me përdor? Jo, veç ko me instalu tash. E për çka ki me përdor ma shumë ti, për kolon apo radar? Për radar. Po mendoj që s'është i mirë. E pse? Se me të lajmëru, ti po vozit shpejt, e ai me të lajmëru, dhe me thonë veç qatë radare kalon apet vazhdon me 2 vjetra. Që s'është në rregull. Po duhet me u vedjesu e me vozit aq sa është e lejume, edhe mos me pas gjithë qito ndeshje edhe qito aksidente që janë komunikacion sot. Do me thonë, ju nuk po menoni që ky aplikacion ka me reduktu ndeshjet, aksidentet? As një mënyrë. Ai të lajmëron për një moment, ti në qatë moment e zvoglon shpejtësin, e kalon radarin, vazhdon me 2 vjetrën. A kur une nuk e di ku ka radar, atëherë mendoj, a kom qitua që atje dhe voziti shumë me kujdes. A mendoni veç për radar edhe për sigurinë e ju? Në sigurin tem, po radari është një prej arsyeve që duhet me mendu se radari ajo shpejtësia mundet me leju edhe 120 e une voziti 80, sa aq sa mu ma bardë. Për me informu ku ka kolona duhet, për me mujtë normalisht njeri me i planifiku të punë. Unë e di prej shtëpisë të Mbregdjellit, ndodh 2 orë me dalë deri, po e nxomë në atë anën e tjetër të qytetit, në rrugën për Mitrovic. Qaq ka kolona prej orës rreth 4 deri në 6, ashtu është të merë. Do me thonë, aplikacioni Waze ju kishë ndihmu në këtë pjesë për kolona? Për kolona më kishë ndihmu, unë e përdori, për veti unë e përdori atë Google-in, atë aplikacionin e Google që është hartat e Google-it, edhe ai më tregon ku ka kolona, po unë këto po thëmë se kom po se di çka tregon krejt çfarë është, se di sa është edhe kështu i përdorshëm, i lehtë për me përdor, kë i Google-it për mua është shumë kështu i përdorshëm, shumë efikas. Çfarë mendimi ke për aplikacionin Waze? Për pjesën e kolonave, nashta është okej, amo për radar nuk është fort në rregull me lajmëru ku është, se të ke funit ata pedin ka radari edhe po blokojnë, po ndalin shpejtësinë, kur pedin se s'ka radar, veç po vazhdojnë me shpejtësi qysh ata po dojnë. E nashta ma mirë i shkojnë për radar mos më kanë, a për kolona okej, është në rregull. E për çka, do me thonë ti e përdor aplikacionin ma shumë për kolona, me pa ku ka kolona? Për kolona, normal, gjithçysh. E sa të ka ndihmu kjo pjesë? Nashta më ka ndihmu një 60-70% po, besoj që po. Apo arrin ma shpejt kështu në lokacion për mes aplikacionit? Po, se për këshyre edhe po më me organizu kohën, se përsa mu me më rinë qatë vend që përdu me shku. A menon që ky aplikacion ka me ndiku mirë edhe në sigurinë e trafikut? Nashta po, besoj që po.
Për kolon që thash po, ama për radara nuk e di, se që e kisha preferu fort. Menon që njerëz nuk janë të përgjithshëm, apo që ku janë radar u tregojnë kujdes e mandej jo. Po, fakt, po shihet për rasteve që po ndodhen. Kam pas më duke njerë, po e ka fshi tani. E pse e ke fshi? Me pagu. Duke me pagu. Aha. E as ka pëlqyer kështu përdorimi i tij? Mirë u kon. U kon njerë pagesa free trial, tani u hek duket. Që ka 7 dej më duke, 7 dej, tani u hek, tani duke me pagu apet. Po mirë, më ka pëlqyer mu. Po thonë, mirë është. Për çka të ka ndihmu mas shumë ti? Po lecë, dijet. Tani ma shumë, po rrugë normal. E qysh ka funksionu, apo na tregon pak? Qysh u përdor si aplikacion? Ki pas mi aty, ki pas shenje policit, ki pas tjera sanë aty më markë me po, dhe të qasë pëdi, ma shumë s'kam përdor. E ty a je treguj kujdesshëm veç kur e ke pa që ka radar, a gjithë tregosh i kujdesshëm? Normal që kujdes na, po në ka herë jo, ka herë s'dot. Si pas shefin tonë që jemi të ri, normal, edhe qka që. E thash, apo ki qef me përdor? Përvoj apet. Tas ma shumë s'pëdi. A të ka nimu mi kolonave? Po, normal. Normal, ka më një mu. Sidomos më kanë atje ndurs, sidomos aty kanë më zë më keq. Ka një mu shumë edhe mirë. E ke gjetë një rrugë tjetër, Maria? Po. Po, e kom po aplikacione. A e ke marrë kështu apo të pëlqen me përdor? Jam me përdor jo, si unë përdor. E Visi pse e kom po kështë që e kam përdor për shkakun shoqëni ose tjerë. A menon që ka me ndiku mirë kështu në trafik? Ndikon, po ja, nuk bën me përdor puna që këta tritet ja kalojnë shpejtësisë kështu sa në vene, nuk ka mirë me përdor. Po aplikacion... Le të binë policë edhe le të morin ndaj dënim ose ndaj sen. Le të mushen men se jashtë po ndodhen aksidente sa në vene për çdo ditë, nuk ka mirë. A menon që kanë me u friksu në shtat qytetarët ma shumë, kur shojnë pak ma shumë radare dhe kanë me konë ma të kujdesshëm? Si jam morin fort për atë sy avdin, po se di, ja, se besoj që friksohen, se e shohin që o radarin një ven edhe e grojnë që aty ka dale, si të kalën e grojnë shpejt, që kjo problem. E sa i përket kolonave, a menon që është aplikacioni mirë që ndihmon me i kolonave? Për kolona, për kësi po. Për do punë është e mirë, për do nuk është e mirë. E ti pse ke vendosur mos me përdor? Se përdorë s'kam nevojë, nuk më ka ra me ronë policë asnjëherë, edhe me gra ka dale. E kështu të dashur shikues, ardhëm edhe në fund të këtij edicioni. Ju falenderojmë shumë që keni qëndruar me ne